Me të zhvilluar ky aksion të hënën në 19 janarit, betimi për drejtësi është paraqitur sërish të nesërmën, më 20 janar në Spitalin Rajonal të Prizrenit për të bërë kontroll tjetër mjekësore për armë. Mirë po, në recepcion të spitalit, ekipi u informua se kontrollat specialistike për të pajisur me certifikatat për armë ishin pezulluar. Si, valë për pagesa për letë armëve? Po, veç nuk po marrë, ka komision nuk ka pezullu njerë. Nuk po bëhet hiç. Që s'po të kuptoj. Për arma. Po, deshta për dikon me bo. Po, veç ajo nuk po bëhet, nuk po bëhet komisioni. Pse? E kam pezullu, nuk e di. Që sa? Prej sotit, ka shpiti. E kur shohat? Deri sa të vendosim lart. E a mundesh me I pyeti që me dit kur më ardh nga pet? Po, ma I veç po I pyetni ju katin e 2 s'pe di, unë shka me e thonë. Kum katin e 2? Vëllëve drejtoria dhe kur vendos, na s'pedim. Jo tash mos mundesh me I thirr ti e me fol një. Ja, neve veç na thanë s'ka më majt njerë. Tash deri kur s'pedim. E qysh janë majt zakonisht? E marrë te ai. Marrë te ai, u ka majt. Drejtori I spitalit mohon që pezullimi I punës së komisionit ka të bëjë me aksionin e zhvilluar nga prokuroria. Ai thot se ky vendim ka ardhur si rezultat I vëllimit të madh të pacientëve në spital. Veç arsye e pezullimit të komisionit nuk lidhen me këto. E tjetër është të marrë vesh të para se dikush për këtë çështjen e lejetarës. Kjo lidhet për shkak të fluksit të madh pacienta, për shkak të renovimit që e parë. E dyta, pengesa, nuk ka qenë nis me thonë që u diskutua ad hoc se të marrën një vendim për pezullim. Për 2-3 javë, mjek specialist më kanë anku se çështjen e pagesave nuk ja pun realizu gjatë orarit punë. Drejtori Hajdari thot se pezullimi I komisionit nuk ka ndodhur ad hoc. Ai thot se para se ta pezulloj punën, fillimisht e ka njoftuar drejtorin e SHSKUK-s e më pas ka pezulluar punën. A keni kërkuar një konfirmim për nivelit qendror për me pezullu punën e komisionit apo? Drejtorin e përgjithshëm të SHSKUK-s. Kur e keni njoftuar? Qa ditë që keni marrë vendime? Ja, marrë. Okej. Se s'ka mundësi qatë për qatë, kom thonë për shkak të telefona. Por e vërteta, nuk qëndron ashtu siç tha drejtori Hajdari. Bazuar në xhirimet e zhvilluara nga betimi për drejtësi, puna e komisionit është pezulluar nga data 20 janar, pra një ditë pas aksionit të prokurorisë. Po më këtë datë, drejtori Hajdari rezulton të jetë drejtuar niveli qendror me njoftim se do të marrë vendim për pezullimin e komisionit për lërshimin e certifikatave për armë nga data 1 shkurt 2026, ani se në realitet, komisioni vetë kishte pezulluar punën më datë 20 janar, kësaj e vërteta nuk po I paraqitej as niveli qendror. Para pranimit të këtyre dokumenteve I pyetur drejtori I spitalit se çfarë masa do të marrë, ai tha se të gjithë mjekët duhet të trajtohen nga Komisioni I Etikës në Odën e Mjekëve të Kosovës, pasi kemi të bëjmë me shkelje të rëndë. Çfarë hapa keni me ndërmarrë ju atëherë ndaj këtyre mjekëve, të cilët kanë vendosur në shkrimet e tyre? Shkelje. Çfarë shkelje është kjo? Profesionale, një doktori. A shkelje rand? Llogaritë shkelje. Me siguri të më shku në Komision të Etikës në Odën e Mjekëve. Të bëjmë llogaritë nishin në Komision Disiplinor. Se kur bëjmë aspektin profesional. Ai nuk ka bërë ashta shkelje disiplinore. Pa e ka shkelje Kod të Etikës që ka obligim me kontrollu se cilin pacient.